Lideri i Hamasit Ismail Haniyeh u takua me ministrin e jashtëm iranian të shtunën në Katar, ku diskutuan për sulmet vdekjeprurëse të grupit militant palestinez në Izrael dhe ranë dakord për të vazhduar bashkëpunimin në arritjen e qëllimeve të grupit, tha Hamasi në një deklaratë për shtyp. Gjatë takimit të tyre në kryeqytetin e Katarit Doha, ministri i jashtëm iranian Hossein Amir Abdollahian lëvdoi sulmin e Hamasit mbi Izrael, duke e quajtur atë një fitore historike që i kishte shkaktuar jo pak dëm okupimit izraelit të territorit palestinez. Ministri iranian sipas deklaratave ka përsëritur mbështetjen e vendit të tij për popullin palestinez dhe rezistencën e tij përballë krimeve izraelite. Ministri i jashtëm i Iranit mbriti në Doha mëngjesin e të shtunës dhe u takua atje me zyrtar të lartë. Ai vizitoi dhe Libanin dhe Sirin, ku takimet po ashtu u fokusuan në zhvillimet më të fundit në Gaza. Irani konsiderohet si një nga mbështetësit kryesor të Hamasit dhe akuzohet nga vendet perëndimore dhe Izraeli se e ka furnizuar me armë Hamasin dhe grupet e tjera palestineze.